Ne si parti ende s'kem pranu asnjë ftesë, e dim që tani afatet kohore kanë hyrë. Me sa di unë është 4 marsi, dita e fundit që duhet kuvendi ta zgjedhë presidenten apo presidenten e vendit, kur të na thrasë shkoj për detyrën jona kushtetuese. A jeni për rizgjedhjen e zonjës Osmani në krye të shtetit edhe cili do t'jetë qëndrimi i AK-s në seancën kur do t'jetë në rendite kjo çështje? Na duhet ta bëjmë një diskutim bukur serioz me partitë që kem qenë blok opozitar, për shkak se si subjekte politike ne i kem mbi 40 nënshkrime, që nënkupton me 30 nënshkrime mund ta kemi një kandidat. Deri me tani kjo nuk ka ndodhur, ka pas një tentim nga Zoti Haradinaj dhe nga Nesi Aleonc me pas një diskutim në këto teme. Nuk ka ndodhur për shkak se ka qenë konstituimi i kuvendit. Unë jam i bindur që javën në vim na do të ulemi të shohim se a do të kemi edhe ne një kandidat, apo do të përsëritet skenari i vitit kalum, i blokadës, i kurthave, të cilat na sollën në 28 dhjetor zgjedhje. A ka kërku zotëri Haradinaj nënshkrime prej deputetëve të partive të tjera në mënyrë që ai të jetë kandidat për president, apo tentimi ka qenë vetëm i organizimit një takime? Jo, nuk kem kërku, nuk na kërku se ne vas nuk na takon se jemi partia më e vogël, po ne nuk e kem sheft as sekret qëllimin tonë që Zoti Haradinaj me qenë president, kandidat për president. Po kjo nuk ka qenë, nuk është diskutuar, nuk ka qenë kjo kur temë. E para çka duhet të diskutojmë ne është a do ta sfidojmë këtë shumicë edhe me një kandidat tonin, apo do të kalojmë serën e kaluar pa sfiduar qeverinë gjithë opozita bashkë. Unë jam e sfidu. Faleminderit shumë.